Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit. Siç duket, deklarata që sonte bëri Miri gjatë bisedës me Juelën që Selin mund të ketë ndjenja për të, mund të ketë ndërtuar dashuri për Mirin, mund të ketë dalë çdo gjë jashtë lojës, me patjetër që masa e kanë marrë si të mirëqen, kanë filluar etikimet e ndryshme, kanë filluar hamencimet, aludimet e ndryshme, shumicës të ndjekësve thjesht Miri ua ka argumentuar mendimin e tyre, dishimin e tyre rreth kësaj marrëdhënie, rreth këtij afrimiteti, rreth kësaj gjëje, dhe kjo gjë ka shqetësuar me patjetër edhe familjarët e Selinës. Për herë të parë, familjarët e Selinës kanë reaguar rreth kësaj ngjarje nga momenti kur babai i Selinës foli për Mirin. Siç duket, Miri nuk ka ndërtuar, edhe pse kishte mundësinë, edhe pse kërkoi falje, por siç duket Miri nuk ka ndërtuar asnjë moment mirëkuptimi apo respekti në familjen e Selinës. Menjëherë, pasi që familjarët kanë dëgjuar këtë moment, kanë marrë atë video, e kanë postuar në Instagramin e Selinës edhe kanë shkruar kështu: "Është një turp i madh që një burr i martuar në moshën 47 vjeçare të mundohet të krijojë një histori për një vajzë 23 vjeçare vetëm sepse ajo vendosi që ta mban në distancë." Do me thënë, familjarët e Selinës mendojnë dhe asocojnë që Miri me tematikën që ka përzgjedhur të bën në shtëpinë e Big Brotherit, thjesht po ja kmerret Selinës, vajza e cila përzgjodhi që në këtë lojë të luajë vetme. Nga ana e Selin thonë, nuk ka pasur asnjëherë kurrë ndjenjë, ka qenë e tëra zero. Tani këtë gjën, unë mendoj që familjarët nuk mund të argumentojnë në asnjë lloj mënyrë. Këtë gjën e di Selina, ajo e di nëse ka ndjer apo nuk ka ndjer për Mirin, por afrimiteti që ato të dy krijuan, tani ta asoconte të mendosh që mes Mirit edhe Selinës ka ekzistuar një ndjenjë, domethënë nuk ka qenë pa gjë situata. Më pas vazhdojnë të thonë, ka pasur vetëm raport loje dhe korektese, njerëzore, as flirt, as interes, as sinjale të dy kuptimta siç është parë. Tani sinjalet kanë qenë nga ana e të dyve, por unë mendoj që pasi Kristi e tregoi të vërtetën e madhe kundërdrejt Mirit edhe Selin, që do me thënë të dy kanë intervenuar në një fakt te Kristi që ti fuste në një krevat të vetëm, ndoshta që të dy mund të jenë njohur që jashtë kur kanë qenë në izolim, nuk i dihet, edhe mund të jenë marrur vesh për një pak që ne të dy të lartësohemi së bashku në lojë, sepse për të dalë familja me këtë reagim kaq të prerë dhe të vendosur, do me thënë ka diçka këtu që fshihet. Nuk kemi reaguar, thonë më herët, lidhur me këtë situatë, pasi Selin gjithmonë e ka mbrojtur dhe e mbron veten e saj me dinjitet. Ama të bëhet kjo përpjekje për të nxjerrë një vajzë sikur ka ndjenja apo ka pasur, për të mbrojtur egon, është tepër e ulët. Publiku e sheh, publiku e kupton. Këtu mbyllet. Do me thënë, familja e Selin ka marrë një reagim shumë të ashpër, që unë mendoj që produksioni tashmë e ka me të drejtë që edhe këtë reagimin të dërgoj brenda në shtëpi, sepse unë e di që në prajmin e së shtunës produksioni do ta monton këtë videon dhe do ta nxjerrën para publikut dhe para banorëve,
dhe do të merr mendimin e Selin për këtë ngjarje, Selin me patjetër që do tregon që nuk ka patur ndjenja, dhe tani nëse do të shohim lojën se si ka funksionuar, ndoshta Selin edhe ka përdorur mirin për të lartësuar veten e saj, sepse Selina ka qëllime të qarta. Për shembull, sot e pash shumë të mërzitur, e pash shumë të tensionuar sepse banorët thonin që Brikena është më lart në lojë. Dhe kjo gjë siç duket e tensionoi Selinën, sepse normalisht Selina, si të gjithë banorët e tjerë, do të shikon veten e saj më lart në lojë. Dhe raportin me mirin e shoh më së shumti një aleancë, një forcë brenda në lojë, ndoshta mund të ketë patur pëlqime për mendime, për karakterin, për vëmendjen që miri ja jep te Selin, sepse i ka dhënë jashtëzakonisht shumë vëmendje, do të thënë kanë kaluar shumë kohë bashk, kanë fjetur bashk, kanë ndarë shtratin bashk. Edhe ndoshta mund të jetë krijuar një diçka, por unë mendoj që Selin këtë gjë e stopojti me dorë. Por nga ku u bazua miri këtu? Miri këtu u bazua sepse gjatë bisedës që Selin bënte ditën e sotme në verandë me mirin, ajo sikur ndjeshte shumë e lumtur dhe ndjeshte shumë e kënaqur që po bisedonte me mirin, po debatonte me mirin. Dhe nga kjo gjëja ndoshta miri arriti në këtë konkluzioni që Selina mund të ketë krijuar diçka brenda vetes së saj dhe mund ta ketë, do me thënë, mund ta ketë ushqyer këtë gjën dhe tani kjo ndarja e nxjerr në pak të pëlqimin që Selina mund të ketë për mirin. Tani, që Selin nuk e godet mirin fare dhe që s'kan debate fare ato të dy, kjo është e dukshme, këtë nuk mund ta fshehim. Do me thënë, unë nuk e kam parë që Selina dhe miri prej natës së shpellës të grinde në shtëpi, të debatojnë në shtëpi, të krijojnë luftra në shtëpi siç po bëjnë banorët e tjerë. Nga mëngjesi në darkë, këto të dy as nuk grinden me njëri tjetrin, as nuk shahen me njëri tjetrin, as nuk e përmendin njëri tjetrin. Thjesht janë banor brenda të një loje dhe ne na shkon mendja që ndoshta e kanë bërë me vetëdije dhe kanë vendosur që të ndahen në këtë pikë të lojës për të krijuar luftrat e tyre dhe për të shkuar të dy bashkë në finale, miri në njëra anë, Selina në anën tjetër, sepse duke qenë të dy bashkë, të gjithë banorët i godisnin. Mund të jetë kjo një strategji e tyre. Por që ka një lloj mirësie tek ana e të dyve, kjo nuk diskutohet. Tani Selina grindet me gjithë shtëpinë, ofendon gjithë shtëpinë, shan gjithë shtëpinë dhe gjithë shtëpia Selinën, ndërsa miri Selinën jo, Selina mirin jo. Do të thënë, ka pak rrugë për të dyshuar në këtë marrëdhënie, do të thënë ne flasim në kuadër të veprimeve, por derisa familja është kaq e prerë me këtë vendimin që ka dalë, sepse nuk është e lehtë të dalësh publikisht në këtë tension, atëherë do të thënë nuk kupton që këtu ka një sekret që miri dhe Selin mund ta dinë nga jashtë dhe familja e di dhe publiku nuk është informuar. Dhe për këtë gjë, unë dua që të bëhet një sqarim i hapur, që dhe publiku të jetë në një mendim të qartë se çfarë ndodh mes mirit dhe Selin. Kaq.